Atëherë, ai do kur dolën plasë. Që shene vret që e keni punë? Të do të shtakje. Shëndetje për juve. Ne sot kemi dërzuar një kallëzim penal kundër studiami të kriminalitet, sepse ajo është në detyrë që një 2-3 vjet. Edhe kundër gjithë atyne që janë duke shkel Kushtetutën e Republikës Kosovës. Faktikisht unë edhe në vitin 1998 e kum pas marrë Kushtetutën e Kaçanikut, ja kum pas shkuën Likafc aty, ne kum thonë mos e shkelni se çdo kemë organin më të lartë shtetënor. Ata e kanë pas shkel, po tash i kanë rrapë pishman. Kushdo që e shkel Kushtetutën e Republikës Kosovës ka me rani ditë pishman. Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk është e emja, nuk është as aty në kuvendit aty. Është ju e qytetarëve, është e Republikës Kosovës dhe duhet mbrojtë në gjitha mjetet. Dhe ata që e mbrojnë Kushtetutën e një cep të Kosovës dhe shkelin e një cep tjetër, nuk e kam për detyrë që me mbrojt atje me shkel këtu. E kam për detyrë cep me cep me mbrojt Kushtetutën edhe në kuvend dhe unë shoh tensione, prandaj kam marrë këtu me bëni kallëzim penal. Sepse tensionet do të rriten dhe do të jenë të rrezikshme për vendin e të ardhmen. Sepse një njeri që dëshiron me kon një farë diktatori është të rrezikshëm për vendin. Ç'e komentoni faktin që në familjen Ngeci nuk është zgjedhur asnjë deputet kësaj rrate në S'ka rëndësi, ajo s'kemi ardhur për këtë punë, ajo çështje e tjetër, nuk ka lidhje me këtë punë. LDK po hesht. LDK ka hesht gjithë për kur është ka qenë ligji. Kur ka qenë, ne kemi thonë që jemi për koalicion edhe unë jam për koalicion. Sepse koalicionet ndërtohen duke pas besim, duke pas si me thonë, një bashkëpunim. Kë njerëz do bashkëpunim me kërkon, kë thot hajde bëjnë bashkëpunim, ndërsa në momentin e bashkëpunimit thot kimi ja bëj çështë të mën. Bashkëpunimet nuk janë bashkë veç çështë të duhet të bashkëtojnë të tjerë. Unë e di që LDK nuk i ka votat me bë presidentin, po LDK ka dhënë kryeministin me 6 vota. Atëherë kur u kon presidenti i Republikës. Kushdo që ka në pyetje unë i gatshëm me përgjigje. Çfarë vendimi pritni marrë prokuroria speciale në këtë rast? Ne nuk i përzihem prokurorisë, çështjet e prokurorisë ne kemi bë kallëzim. Kur është kallëzimi është me kallëzu dikujt diçka që dikush e ka bënë vepër. Ne kemi kallëzu, domethënë ata që bojnë, ata duhet të jetojnë të gjitha ktheret që mund ta ketë shkelën Kushtetutën e Republikës Kosovës. Unë jam i bindur që këtu nënën e kodit penal është shkelur dhe ai nën është detyra zyrtare, domethënë njerëzit i kanë detyra zyrtare, nëse e zbaton ose për veprime o mos veprime je përgjegjës. Unë si avokat i zotërit Ngeci, veç të tjera është ky kallëzim penal në aspektin profesional është ndërtuar mbi bazë të fakteve dhe provave, para se gjitha që kemi një vendim të gjykatës supreme, e cila jo ndalon deputetëve që të njëjtën kohë ta ushtrojnë postin e ekzekutivit. Pasi që kena parë që një vendim i ministrit e Kuran Murati ju është shfuqizuar dhe është shpallë e pavlefshme, tani bëjmë thirrje prokurorisë speciale sepse me mandat edhe me ligjin mbi kompetencat e prokurorisë edhe prokuroria ka të drejtën të vendosë masë e përkohshme. Dhe duke ditur se kjo çështje ka derivuar në gjykatë supreme dhe gjykatë kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese ka dhënë disa variante të interpretimit që ne duhet ta pranojmë sepse është vendim i formës për gjithë aktorët politik, është vendim i pakontestuar. Atëherë nuk është e arsyeshme që edhe një herë çështja të delegohet në gjykatë kushtetuese sepse do të ishte interpretim mbi interpretim. Andaj me këtë kallëzim penal ne kemi shpërfaqur edhe dukurinë e veprës penale të kishpërdrimit të detyrës zyrtare, pasi të njëjtën kohë sot deputetët që ushtrojnë në postet ministrore dhe marrin vendime dhe me këtë ata marrin 2 paga. Dhe me këtë po kishpërdoret edhe paraja publike, edhe po cenohet ndarja e pushteteve sepse parlamenti dhe me ekzekutivin duhet të ndajnë kompetencat e tyre dhe tani kemi vendimin e gjykatës supreme që aktorët nuk po respektojnë dhe ky kallëzim penal besoj që prokuroria do ta trajtojë me seriozitetin më profesional dhe do të vendosë në mënyrë imediate masën e përkohshme, se kërkojmë masë përkohshme që qeveria në detyrë të mos merr akte administrative, sepse në çdo ditë shkel dispozitat pozitive të vendit. Faleminderit, gjithë mirat.